moment të zhvillimit pronës tyre. Asgjë tjetër nga këto që thuhen nuk ka asnjë lidhje me të vërtetën. Dhe du të them dhe gjë tjetër sepse është hera e parë që vi këtu mbas tritolit që thotë ajo zonja. Është tërësisht e pavërtet dhe ju jeni të gjithë dëshmitar që unë kam ardhur këtu dhe kam thënë vazhdoni ju ndërtoni se ne do i legalizojmë. Kjo është e pavërtet. Se nuk kam pas si ta them se do isha në shkeljet ligjit. Unë kam ardhur këtu dhe kam thënë që do legalizojmë ekzistueset. Do legalizojmë duke filluar nga ndërtimet e vjetra. Sepse, siç e dini ju, edhe ata që kanë trashëguar kulla në një zonë si kjo, e cila është park natyror i mbrojtur, nuk kishin letra, apo jo. Nuk ja vinte njeri kullën në hipotek, sepse i thoshin je në zonë të mbrojtur. Dhe duke qenë në zonë mbrojtur, ti e mbaje kullën e katragjyshit tënd është, nuk ta mohon njeri, nuk vjen njeri të ta prishi, po ti nuk e bën dot pronë tënde. Është kështu apo? Kullat. Pastaj, realiteti i krijuar nga vetë ata që ndërtuan më pas pa leje, në kushtet kur këtu s'kishte asgjë. Dhe kur ata nuk e braktisën vendin, por filluan heroikisht, sepse ata të parët janë dhe këtu, po kur kanë pionerët e zhvillimit të thetit, kanë qenë heroj. Këtu s'kishte rrugë. Këtu s'kishte as drita as gjë, ndërkohë që do t'ju japi ministri edhe një lajm pozitiv lidhur me çështjen e qëndrueshmërisë furnizimit me energji, po kur të marrin fjalën dhe ajo që unë kam thënë dhe që i kemi qëndruar pik për pik është do legalizohen ata që ekzistojnë. Ajo që ndodhi, dhe ju e dini shumë mirë, ishte që mbas vizitës time shpërtheu ndërtimtaria e palishme këtu. A thua se u mor leja që o burra, dhe me idenë që me që do legalizohen hajtë po futem. E po, u arrit të goditej zemra e thethit. Kartolina botrore e thethit. Po të shkosh, të shkruash theth në të gjitha gjuhët e botës në Google, pamja e parë që del është kisha me lëndinën e gjelbër. Lëndina e gjelbër u zaptua, u vun me shpejtësi disa shtëpi druri, u rrethua, u shtrua me zhavor dhe u kthye në një plag mund mes të thethit. Si mund t'i lejonim ne këto? Si mund t'a lejonim ne që mbasi erdhëm këtu për të kremtuar gjithë heroizmin, se është heroizëm real ai që keni bërë ju deri përpara kur ne filluam t'ju vim në ndihmë kur u bët me qeveri, se s'keni pas qeveri. Rrugë jo, drita jo, komunikim hiç, muaj të tërë e dini vetë më mirë se unë kush rrinte këtu në dimër nuk kishte shans as të dilte, as të priste njeri, Zoti dhe ju bashk me të kur larg qoftë binte në një halli maf në shtëpi smundje, a ku di unë? Dhe erdhëm për të thënë që po, tani ne du ta çojmë në një nivel tjetër zhvillimin, duhet të rrisim cilësinë me sistem. Dhe me leje, me projekte cilësore, jo hajde ndërto, siç po bëjmë aktualisht me të
11 aplikantët, apo dhe me të tjerë që kanë ardhur, janë interesuar, po punojnë, kanë marrë arkitekt, po kjo është e gjithë historia. Po ja kaloj tani